politik. Pa i tash edhe kur janë të pëshorta. Apo i bie që këtë po e bën zoti Kurti? Po sigurisht ma se ka quftesë. Me pjesësynit edhe po t'i mbjell bet. Pa i punë e madhe. Edhe kjo ndodh në politik. Tash, ftesa që dërgohen partive opozitare, ajo është për te fuqis, është evidente që është për te fuqis, vullnetit, edhe dëshirave fillestare të leadershipit të vetëvendosjes të Albin Kurtit. Sepse qytetari ka vendos, qysh ka vendos? Ajo ka vendos që shumicën absolute mos ta ketë vetëvendosja, por ta ketë shumicën relative, edhe detyrohet, edhe me ata që ju ka thonë hajvan, të bëj ftesat këtilla qoftë edhe kurtoazije. Pajtohem me zotin Shala që është në procesin normal të konsultave politike, thyrje sakollit, edhe të ndërtimit një relacioni pak ma normal, pak ma civil, se sa hajvanotet e ndryshme. Sepse ajo nuk është që mund me kry pun kër i ki kësi numra. Edhe është evidente që siguria e qeveris, me pakicat jo sërbe, edhe me një sërb që ka pas ministër. Po pakicat jo sërba i ka? Se tejtën i kishim gjithë me Dudën, me Vetonin, Berishën, me gjithë ata, gjithë dhe ishin pozitiv. Ma dje mund të them që kam burime shumë të sigurta që edhe Adem Hoxha ishte pozitiv. Po, ishte pozitiv, është e vërtet, ato burime i posedoj edhe une, po nuk është puna e Adem Hoxhës më, sa është puna e mbledhjes së Këshillit të Sigurisë së Kosovës, edhe kërcënimeve që shkojnë jo vetëm në adresë të Adem Hoxhës. Vetëm pak, një gjë. Vetëm pak, Halil. Halil, unë e dijes nuk i besoj be, as sijes, para se me i besu organeve tona sigurisë dhe burimeve që mujnë më marrë. Pa, të janë dispozicion partive politike, më falë sho. Vetëm pak, Halil, ta qashtë një gjë. Prit. Pra nga përgjigjet pozitive që ka marrë nga Adem Hoxha, nga Duda Bale në fillim, më pastaj për i bie që Serbia ka reaguar, i ka bërë presion atyre, prandaj ka thirrur takimin e Këshillit të Sigurisë. Duket që po. Pra fillimisht ka qenë pozitiv, më pastaj ka qenë pozitiv, tash ka stepje për arsye të ndryshme besoj nga Adem Hoxha me zonjën Bale, ajo mbetet për të po Këshilli edhe deklarimi i kryeministit Kurti në postimin e tij në Facebook lën për të nënkuptuar që shantazha, presioni ndaj këtyre dy deputetëve jo serb, posaçërisht ndaj zotit Hoxha, është në relacion me ish bashkëpunimin e tij në grupin parlamentar të listës sërbe, edhe pamundësimin e daljes apo marrjes së Adem Hoxhës, kthimit në person apo politikan lojal ndaj institucioneve tona. Cila do qeveria që mund më kriju? Së është duhet që Albin Kurti që po do me marrë Adem Hoxhën, duhet ta merë, kish me marrë, kish pas qep me marrë edhe kjo e ashtu quajtura qeveri e opozitës, se s'po djeta shka opozite, shka pozit. Okej, Matoshi se reagove me njëherë... Pa i po se kum pas një ballafaqim me zotin Gashi javën e kalume. Për çka? Për krimin e qeverisë? Për Adem Hoxhën? Edhe ky ngulke kom që janë shumë burim mirë. Ngulke kom që e ka një partit vetën, që ka është e vërtet, që e ka formalisht. Mirë pa i ka qenë në grupin parlamentar të listës